Çështja e dytë, kur janë sigurimet haram, edhe me pununa të kompani është haram. Nëse prodhimi i alkoolit është haram, e punëtori që punon atë çka? Nëse banka e cili jep komat është haram, e me punu çat sektor çka? Çka bën ajo? Nëse mishi i dirrit është haram, edhe është haram për ne muslimanëve. E tash me punu një thërtore të dirrit, çka i bën? I bën haram edhe punëtorin punu aty. Nëse në kazino është haram, edhe puna që bën kazino çka është? Është haram. Sepse veprimi i cili bëhet në kazino është këtë haram. Andaj edhe puna është haram. Dhe kështu me radhë. Pra puna në për kompanitë sigurimit, më parim është haram. Më parim është haram. Ka me dikush aty, o hy, nuk ka gjithë vend punës tjetër, apo shtozuma si ka hy aty, edhe hajdet me gjithë një vend tjetër punës, respektivisht më mënu me gjithë një vend punës. Ashtë ta gjanë, jelle tani madhe zëtë. Dhe të më mundu me gjithë një vend punës halal.